Ermir Dedja, 29 vjeç, një person me precedent penal, është ekzekutuar me armë zjarri pas mesnatës në Durrës. 29 vjeçari u fut me makinën e tij në lagjen ku banonte dhe sapo ka zbritur nga mjeti, është qelluar me 2 plumba, një në shpinë dhe një në gjoks. Plumbi në gjoks e ka prekur në zemër dhe pavarësisht se është dërguar në spital, nuk mundi të mbijetonte. Deri më tani autoritetet kanë gjetur një makinë të djegur në afërsi të Gërdecit dhe dyshohet se u përket autorëve të krimit. Makina tip Seat me targa të vjedhura është shkrumbuar totalisht, por brenda është gjetur një Kalashnikov. Mjeti është marrë nga policia e Durrësit ku po verifikohet numri i shasis për të gjetur kështu edhe fije lidhëse për të identifikuar autorët e vrasjes. Hetimet vazhdojnë. Ermir Dedja është një person me precedent penal, me origjinë nga Shijaku por me banim në Durrës. Në vitin 2015 ai është arrestuar pasi i shiti lëndë narkotike, një grupi që synonte ta trafikonte në Kosovë përmes morinës, por u lirua për t'u vënë në pranga 2 vite më vonë për përkrahje ndaj Ismail Nuredinit, autori një plagosjeje në Shijak. Në vitin 2021 u përballë sërish me autoritetet për largim nga vendi i aksidentit, ndërsa në vitin 2023 u dënua me 7 muaj burg për kundërshtim të forcave të punojësit të policisë.